Përposa e problematikave të shkaktuara nga stina e dirmit, pickimet e insekteve dhe reumatizma mbeten ndër shqetësimet më të shpeshta për banorët e njësisë administrative Malzi. Këto probleme konfirmohen edhe nga infermieria e qendrës së shëndetësore Shëmri, Lulieta Shyti. Për tani mirë duket, sepse nuk kemi ndonjë problem, më shumë kemi pas probleme me infarkte, me pickime, kanë fillu që tani bile, sa ka fillu kjo koha për të nxe, prap ka fillu, edhe nuk ka pas deri tani. Edhe reumatizma është shumë e përhapur në zonën tonë, sepse është me lagështirë. Pickimet përmenden nga kush? Nga Bleta. 2-3 raste kanë qenë deri tani, se koha tani filloi, 2-3 ditë ka që filloi. Shyti bëri të ditur gjithashtu se situata paraqitet e qetë tek mosha pediatrike sa i përket virozave të stinës. Sipas saj, qendra shëndetësore është e furnizuar me medikamentet e nevojshme për përballimin e rasteve që paraqiten. Me viroza pak, jo shumë, nuk ka pas shumë. Sa i përket gjendjes në ambulancë, ka furnizim me... Po. I kemi gjitha, me serume, me antiviber, me tetanos, po si. Gjitha i kemi. Qendra është e hapur, Po, ne bëjmë shërbim edhe natën, nëse në urgjencë na vjen natën, ne detyrohemi me hap o shtëpinë, o marr këtu me hap ambulancën, kështu që jemi nga dishmëri në çdo kohë që na thrasin njerëzit. Këshilla tani, kujdes ndaj virozave tani pothuajse them gati që po kalojnë. Tani kujdesi është për këto që lëvizin, që punojnë mal, punojnë në fush, pickime, helmime, janë gjëra të tjera, se ka raste që helmohen nga lulet, nga polenet. Kështu që ky është kujdesi, me të thënë drejtën. Po gjithsesi ne kemi mjekimet këto. Në këtë zonë rurale, gjatë stinës së dimrit dhe fillimit të pranverës, banorët përballen shpesh me probleme të ndryshme shëndetësore, ndërsa stafi i qendrës shëndetësore vijon të monitorojë situatën dhe të ofrojë shërbimin e nevojshëm për komunitetin.